Ndërsa është në hetim nga SPAK për korrupsion, mashtrim financiar dhe krim shëndetësor me ilaçe kontraband, biznesmeni Dorian Sadiku, ortak i ish ministrit të burgosur Ilir Beqa dhe i deputetit të PD-s Kliti Hoti, ka paditur pamfletin në gjykat, një akt qesharak i një njeriu që kërkon të përdorë drejtësinë për të heshtur median që publikoi faktet e aferave të tij, faktet që sot janë pjesë e dosjes hetimore të BKH dhe SPAK. Mafiozi Dorian Tahir Sadiku, një nga figurat kyçe të mafjes farmaceutike në Shqipëri, ka paditur pamfletin në gjykat duke kërkuar të heshtë median që ka denoncuar publikisht lidhjet e tij me ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa, tashmë i burgosur për korrupsion dhe pastrim parash, dhe me deputetin e PD-s Kliti Hoti, punatin e tij. Padija e Sadikut është përpjekja e radhës së botës së nëndeshme për të përdorur sistemin gjyqësor si mburoj të krimit financiar dhe shëndetësor, duke synuar ndëshkimin e medias që nxjerr në dritë faktet që prokuroria i mban në dosje. Pamfleti ka publikuar prova konkrete nga dosja e SPAK dhe raportet e BKH që tregojnë se Dorian Sadiku është dora e zezë e aferave të Ilir Beqës me tenderet dhe koncesionet e barnave që nga viti 2014. Në atë kohë, Ministria e Shëndetësisë, në drejtimin e Beqës, shpalli një tender për barna të rimbursueshme me autorizim të prodhuesit për të shmangur kontrabandën e ilaçeve të skaduara, por vetëm 2 javë më vonë, ky kriter u hoq me urdhër të vet ministrit duke skualifikuar 2 kompani ndërkombëtare dhe duke ja dhënë kontratën kompanisë Delta Pharma në pronësi të Dorian Sadikut dhe ortakëve të tij që importonin barnat nga kompania Novartis e Kliti Hotit. Kështu nisi monopoli farmaceutik i Delta Pharma që kontrolloi për vite tregun e ilaçeve me rimbursim në Shqipëri. Në dosjen e SPAK figurojnë dokumente që provojnë se Sadiku dhe Beqa kanë përfituar miliona euro nga kontrata fiktive dhe faturime të rreme përmes një skeme që përfshinte kompaninë hije Delta Holding të përdorur për qarkullim të parave të pista. Më 28 dhjetor 2023, me urdhër të SPAK, BKH dhe Policia e Shtetit ushtruan kontroll dhe sekuestrime në kompaninë Delta Pharma dhe në disa farmaci të rrjetit ditë-natë në pronësi të grupit Beqa Sadiku, duke sekuestruar prova për mashtrim financiar dhe pastrim parash.